Në përvojën e gjatë profesionale me pacient të përditshëm. Na e përmend disa nga rastet sfiduese që i keni pas, po edhe disa raste të lumtura në karrierë. Sfida më e madhe e çdo mjeku, sidomos e neve kirurgëve, është që të hyjmë në operacion, dalim sa më faqe parë. Mjeku duhet më konë shumë konstruktiv me pacientin, mi tregu drejt, mi tregu edhe rreziqet, po sfidat më të mëdha janë se kur hyjmë në një operacion të rëndë, nuk e di se si përfundon. Unë me pas gjakdera të mëdha, hyj për rast lehtë deli rënd, sado që me imazheri e shef me CT, magnet rezonancë, po syri i hapur kur e shef një patologji, sigurisht se aty ballafaqohesh me rastin, e shef 100%, hyj për rast lehtë deli rënd. Po nëse nuk e komuniku më herët me pacientin ose familjarët, që mi tregu rreziqet, për shembull ta marr një organ, një veshkë. Shkruan sindigrafi të veshkës, i punon 5-16-20%. Je në dilemë, i thu pacientit që ndoshta ndodh që me hek veshkën. Ki hyj e ki pa paranim që ka veshka, edhe nuk e hek, është mirë. Po nëse i ke premtuar që nuk e hek veshkën, tash ti me uniformë, me maskë, me kapel, familjarë nuk e ke informu, pacienti është në anestezion. Aty, më thonë, nuk duhet me të linë dilema, që ka të bëj. Nëse i ke sjaru, e ki ma letë. Që se ki sjaru atër me dalë me robat salës, me familjarë me spjegu, është pak e rëndë. Kemi raste kur e kjo është ajo që na bën të lumë dhe kur him për raste të rënda dhe na del mirë, kemi sukses, ajo është edhe një sukses i madhe i joni, edhe një gëzim që ne përjetojmë së bashku me pacient. Po rastet prej traumave të ndryshme? Traumat... A janë sfiduese? Ato janë shumë sfiduese. Dhe pas parasysh se pacientit vjen me gjakderdhje trakturinar, me politraum, që i thojmë ne, ka për shembull dëmtim shpërndetkës, mëlçis, zorve, aty jemi një grup i mjekëve, kirurg abdominal, ne kirurg torakal, edhe nuk kemi kohë ndoshta të mjaftueshme mi bë ekzaminime deri në fund. Aty urgjent duhet me hy, edhe normal që është sfiduese, e fal bashkëpunimit me gjithë kolegë tjerë, në shumicën e rasteve, më thonë deri tash, një përvojë kom që 23 vite, nuk na ka ndodhur me na vdek dikush në sallë. Jo për lavd, po fati, ndoshta edhe bashkëpunimi me kolegë, po është sfidë. Nuk është bashkë e lehtë. Prandaj ka kritika shumë ndaj mjekëve, shumë popullat, jo koha ju, jo epoka ju, po unë që 23 vite, për shembull kujdestaroj 4-5 kujdestarin në mujtë. 12 muj, 50 kujdestarit, që 22 vite, unë i kom bën një mjeku sërnet që kom kalu në klinikë. Para mendoj 24 orë, ti mundet me dalë një kafe me pi, ose me shku dhe në familje shpejt e më këthy. Po i jesi lepori në thera, mëse ki ndërgjegje. Ato nuk i kam përjetu, mos flas për këtë traumë të pytët, ajo është shumë e rëndë. Aty mia qeliza neurone shkatërrohen se ti ki stres. Mi po ne, në momentin që kemi dhonë betim, edhe mi bo mjek, edhe mi bo kirurga, e kemi pregatit vetën që kemi më ballafaqu. Mjekun e ka stresin, po jo frikën edhe më dorëzu. Më thënë duhet është shumë i fort moralisht, i hyme një përgjegjësi të madhe, edhe suksesi më të madh e ndin kur pacienti shpëton. Dhe nuk ka sen ma sublim një jetë se me shpëtu një jetë. Po, fati që gjithë njerëzit nuk mund me përjetu atë lëkurën e mjekut, sepse nuk është e thonë gjithë më bo mjek, po është detyrë e vështirë. Unë shpesh thëmë, çdo profesion është i vështirë, po puna e mjekut është mision. E ky mision nuk ka kur fund. Sa do edhe në pushim me shku dikun, të lyp dikush një ndihmë, që lonë kalimtari i rastit, të e kemi detyrë me ndihmu. Prandaj,
jo pse unë personalisht jam mjek, të thëmë edhe njëherë, nëse mund bon prej kushdo që kemi trashëgimtarë tonë, edhe mjekun duhet me pasi person që i ndihmon njerëzve, edhe s'po të me bot shejt, po s'paku me pas një respekt pak. Cili është aspekti më shpërbys i punës së një kirurgut, edhe a janë pacientën tanë falenderues për punën që e bëni ju çdo ditë? Shikonin gjatë përvojës, i shoh se pacientët janë falenderues. Edhe besa kur vinë aty, kur shtrihen, kur trajtohen drejt e mirë, po dhe familjar për cjellës, anes binde dhe thojnë, sa vështire pasni. Sa vështire pasni. Su mos tash kemi boku kështë e pak ma të mira, ma herët normal që nuk kemi pas edhe aq, po kom fjallën të infrastruktura, se pacienti nuk hynë sala atje me pas pa aparature kemi. Po edhe të infrastruktura, kur e shef që është një shtrat i mirë, ka higien, ka ndryqim mjaftueshëm, ka ngrohje të mjaftueshme, edhe ai e lyp një komoditet, sepse pacienti nuk duhet me në arë e moftohë në klinik, për shak mos në zeme se këto, me qenë se tash ato i kemi mirë, po shumica mund të them që 90% janë falenderues. Normal që edhe mbarët edhe prej mjekve, prej stafit mesëm, sa sillen mirë me pacienta, edhe gjatë përvojës time, mund të them se në këtë drejtim nota është 9 që ndyon. Dhe pacienti nuk e erron.